Në kuadër të vizitës së tij zyrtare në Patriarkanën Ekumenike, fortlumturia e tij kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Ioani zhvilloi 2 takime domethënëse me komunitetet ortodokse të Megaloreuma dhe të Nehorit të Bosforit. Të dielën e 15 qershorit në orën 18:30, kryepiskopi Ioan vizitoi kishën e shenjtë të taksiarkëve të mëdhenj në Megaloreuma. Arnavut Koj, një lagje e njohur për lidhjet e saj të hershme me shqiptarët e Epirit, të vendosur aty nga Sultan Mehmeti II pas rënies së Konstantinopojës. Në hyrje të kishës, ai u prit me nderime nga hirësia e tij mitropoliti i Kidonieve, Zoti Athinagora, përgjegjës kishtar i komunitetit dhe mbikëqyrës i prefekturës së Bosforit. Kryepiskopi u shoqërua nga mitropoliti i Dherkonit, Zoti Apostolos, eklesiarku i madh Ataetios, nën sekretari Oikumenios dhe djak Evlogios, kodiokografi sinodit të shenjtë. Pas shërbesës dhe përshëndetjes në kishën e shenjtë në orën 20:30, komuniteti i Megaloreumas shtroi një darkë zyrtare në sallën komunitare në nder të fortlumturisë së tij, e cila u nderua edhe me praninë e tërshëntërisë së tij, Patriarkut Ekumenik Vartholome. Këtë të hënë, kryepiskopi Ioan vijoi vizitat në komunitetet e Bosforit me ndalesën në Neohorion, Jenikoj, një tjetër qendër e rëndësishme e besimtarëve ortodoks. Në orën 9 ai u nis nga hoteli i tij drejt zonës përkatëse, i shoqëruar nga mitropoliti i Kidonieve, Zoti Athinagora dhe At Evlogios. Në orën 9:30 komuniteti i Nehorit shtroi një mëngjes të ngrohtë në nder të fortlumturisë së tij me pjesëmarrjen e veçantë të Patriarkut Vartholome. Këto vizita simbolike në 2 prej komuniteteve më të lashta ortodokse të Bosforit përforcuan ndjenjën e vëllazërisë kishtare, duke lidhur historinë me të tashmen dhe dëshmuar kujdesin e ndërsjellët midis kishës nën të Konstantinopojës dhe kishës autoqefale të Shqipërisë.